على عقيدة السلف وهي النجاة للخلف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vëllezër të dashur, çdo njëri prej neve e dim se jemi në muajin e faljes. Atëherë, ashtu siç ti dëshiron që Allah i lartësuar të t'i falë mëkatet tua, duhet të ti të jesh falës, edhe t'ua falësh njerëzve. Kështu që vëllezër, çdo njëri prej neve që jemi këtu, do ta bëjmë një marrëveshje. Marrëveshja është që nuk do të thejet për asnjëri për neve, inshallah. Ajo është, vëllezër, që çdo kush që na ka bërë pa drejtësi, na ka lëndu, çka do që na ka bërë të keqe, që sot me fal. Allah i lartësuar ka thënë Kur'an: "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Ai i cili fal edhe i përmirëson raportet, atë është problemin e ka tek Allah i lartësuar. Po ashtu Allah i lartësuar thot: "Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur." Ai i cili ban durim edhe fal, më të vërtet kjo është prej virtyteve të njerëzve të cilët janë të vendosur. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nuk ka ndonjë rob, pra njeri, i cili ja fal dikujt një padrejtësi që ju ka bën, vetëm se Allah do t'ja shtoj krenarin, jo poshtrimin, mirë po kanë krenarin." Ne vëllezër do t'i përmendim 3 shembuj që shpresojmë që të jenë shkak që ne me ndjek ta njerëz të mirë, të cilët kanë vepruar duke u bazuar në ajetet kuranore edhe në hadithe profetike. Ju e dini vëllezër rastin e njërit prej pejgamberëve, i cili është Jusufi alayhis salam. Kur ishte i vogël, vëllezërit e tij e xhelozuan edhe patën smir për to. Pse Jakubi alayhis salam e donte shumë. Si shkak i kësaj, u munduan të bëjnë tuli far metoda që të marrin leje për Jakubit që ta marrin Jusufin së bashku. Si shkak i kësaj e morën Jusufin, edhe e mashtruan babain e tyre, e morën këmishën, kishe e ka hangër ujku, e gënyen edhe prindin e tyre. Pas kësaj vllajin e tyre e hodhen pus. Pas kësaj u shit si rob, kush djalë për djemët e pejgamberit Jakubit alayhis salam. Pas kësaj shkojnë në shtëpinë e mbretit, ku aty u sprovua me atë gruan e bukur. Pas kësaj u fut në burg, që të li far sprova, u fut në burg, derisa në fund e dini rastin, kur kanë ardhur vëllezër, kur kanë pa aty Jusufia, ka thonë: "Po unë jam Jusufi edhe ky është vllai im." Ata që kanë thonë: "Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alejna wa in kunna la khati'in." Pasha Allahun, Allahu ty t'ka përzgjedh ndaj nesh, edhe na jena gabimtar. Kanë ardhur edhe kanë pranuar gabimin që e kanë bërë. Jusufi alayhis salam nuk ka thonë: "Wallahi ma ke bërë çeta, ma keni bërë këta, e qyshbe vllai në burg, e qyshbe. Çka ka thonë? O vëllezër, hiç pa unal. Qala la tathriba alaykum al-yawm." Sot nuk ka çortim për juve, zemër madhështore. Yaghfirullahu lakum. Allahu u falt juve. Wa huwa arhamur rahimin. Ai është më i mëshirshmi. Dikush thot: "Pa i pejgamber, na kur mënohemi me gjetë në arsye, po jo pa i pejgamber, na s'muna mu basi pejgamber." E për kanë ka sjell Allahu këtë shembull. A Kurani është vetëm më lezu apo më marr shembull këtë formën?
që shembulli i parë është një prej pejgamberëve. I dyti, njeriu më i mirë këtë umet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është Ebu Bekri. Thot Aisha radiallahu anha, thot kur ka zbrit ajetet kuranore, innal ladhina ja'u bil ifki usbatu minkum, ata të cilët e sollën shpifjen për Aishën radiallahu anha janë grup prej jush. Për tyre ka qenë njëri që është përzin këtë çështje, ka qenë i afërt me Ebu Bekrin radiallahu anhu, prej farefisnis, Mistah ibn Uthath. Ky është përzi këtë punë. Kur kanë zbrit këto ajete kuranore, Ebu Bekri ka thonë se Ebu Bekri shpenzonte për ata, se ka qenë i varfër, ka qenë miskin. Ka shpenzu për ta, ka thonë, kur ka zbrit kjo ajet kuranore, ka thonë, më une nuk kam ja bë asnjë të mirë këtij, edhe kam ja nal shpenzimet. Shikoni vëllezër këtë zemër madhështore vëllezër. Allah lartësuar si shkak i kësaj ka zbrit ajet kuranor të tregu vlerën e këtij burrit madh. Allah po thon Kur'an, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Mos betohen njerëzit me virtyte edhe të pasur, që mos të japin të afërmëve atyre të cilët janë skamnor, edhe ata të cilët kanë bërë emigrim për hir të Allahut. Wal ya'fu wal yasfahu, le t'ja falin edhe mos t'ja zojnë për të madhe. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Kur ka dëgjuar vëllezër Abu Bekri këtë fjalë, o vëllezër, Allah po thot, a nuk doni që Allah ma fal mëkatet? Pa ka mundësi o vëllezër zemra e Abu Bekrit me bë sabër këtu? A ka mundësi zemra e Abu Bekrit me bë sabër këtu? Jo vëllezër, të kanë qenë njerëz që kanë reflektuar më një herë. Nuk ka pasur nevojë ti me thonë, le ma fat një ditë, 2 ditë menoj. Ka zbrit ajeti u kry, ka thonë gjithsesi o Zot, kam qef që ti me më fal mu. O vëllezër, ka shpif për gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah na bashkov me ton xhenet dhe me shokët e tij. Ka shpif për vajzën e Abu Bekrit. Megjithatë, apo thot Allahu falja u krye. Mora ki shpif në der, u krye. Mora i cili shpif për gratë besimtare, han kam gjik. Kretë këto në fund, falja. A nuk dojnë që Allah me ta falë? Po, Zot, gjithsesi. Si shkak i kësaj, thot Ebu Bekri, unë ma kur s'ka më këthy. Dhe më thonë, gjithmonë ka me shpenzu për Mistah ibn Uthathe. Edhe ka vazhdu me shpenzu për ta gjithmonë. A shini vëllezër çfarë zemra madhështore kanë pas ta? A shini çfarë reflektimi të menjëhershëm ndaj ajeteve kuranore? E jo me dialogjet tona edhe me polemikat tona kur të përmenim ajete po jo ashtu, po jo kështu. Te Abu Bekri s'ka pas kështu. Kjo është rasti i dytë. Rasti i tretë. Allah lartësuar në surën Ali Imran i ka përmend disa cilësi të njerëzve të devotshëm. Ka thënë alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ata të cilët shpenzojnë kur janë begati, janë rahat, edhe kur janë vështirësi, edhe e përmbojnë mlefin, nuk e realizojnë. Ki mundësi me ba, e përmbajsh vetin, zemrimin. Wal afin anin nas, ata të cilët u afalin njerëzve. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i don bamirësat. Harun Rashidi vëllezër ka qenë njëri prej prizve. Edhe ka dosh me ndëshku njënin prej robërve të vet. Kur ka ardhur puna me ndëshku, i ka thonë ky robi, ka thonë, o prej si besimtarve,
Allah po thënë Kur'an, wal kadhimin al ghayth. Ka thonë Allah në Kur'an dhe përmbajnë zemrimin. Me njëherë o vëllezër, ka thonë e përmbajtë zemrimin tim. Thotë wal afina anin nas, dhe ata të cilët u afalin njerëzve, thotë ta kom falë për hir të Allahut. Thotë wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i dën bamirësat. Thotë je i lirë për hir të Allahut, edhe jo vetëm kaq, edhe i ka dhënë pasuri. A shikoni vëllezër, zemrat e njerëzve, çka janë çto zemra madhështore. A jena na çështo? A jena çështo na me Kur'anin e Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Që vëllezër, duke u nis nga këto raste, nga jetët kuranore, edhe hadithet profetike, çdo njëri prej neve që kemi këtu, qoftë meshkuj, qoftë gra, dikush ka të ka bazullum, të ka lëndu, të ka thonë një fjalë, e kështu më radhë me ja falë, ela tuhibbuna e yaghfirallahu lakum. A nuk dëshironi që Allahu me ju falë? Me këta përfundoj, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.